Milajm Zeka apo Milajm Zeza, në për studio televizione Patriot, e kështu jashtë studio dëshmitar I Hagës. Për këto që ka pëtha mone, sot pas ka bëtu edhe një email zotrit Milajm Zeza, që është dërgu Hagës në 2021, si pas dëshmijës Vudi Gjemshitit. Aja pas ka zbulu këtë email edhe e ka publiku. Emailë është këtu në telefon, kush do me pa mundet me pa dhe privat, muj me aqua privat, po mundi me gjeta direkt e Vudi Gjemshiti. Milajm Zeza pas ka fol këtu në këtë farë intervistën që pas ka dhonë për gjykatën e Hagës, pas ka fol për rastin e tina, për rastin e luftës të qykës në Koshare, qysh ka ndasht me arrestu atje në Koshare, pse ka bo filma edhe pse ka ngjizu farkun e jo qykën. Masane pas ka fol edhe për punën e vizave që ka pas një problem me gjykatën, me punën e vizave, ku akuzon Hashim Thaqin, se Hashim Thaqi bashkë me AKI-n pas kanë bon një marrëveshje që këto me kap, me përcjell, edhe me gjetë një diçka që me burgos edhe me përfundu karrierën e këtina si gazetar, si gazetar shumë I meqëm. Tash kur del ky edhe qitet si gazetar, edhe qitet si patriot, edhe në këtë tjetër anë Tinza shkon, jep deklarata në Hagë atje, bëhet dëshmitar I Hagës, ece dëraj bre këta pevaqica. Unë besoj që nuk është I vetmi ky, se ki Beratin, e ki Batonin, e ki qëta Ljerimat, I ki krejt që ta gazetar që të pevaqicat, këta jam I sigurt 100% që një dit kanë me dal e-mailat ose mesazhet ose intervistat e tyne që kanë dhonë në Hagë, kundra qykës, jam I sigurt, po kur kanë me dal, ka dale, që pas kanë dal me Milajm Zezës, kanë me dal edhe atyne tjerve. Sa është ka laj me dal në televizor, e më shqit patriot ato, ja unë e kështu, Albini është me Serbije, në unë jam patriote, Albini punon kundra Kosovës, Albini punon kundra qykësë, ama këta që punon kundra qykësë, sot, kur I shena për televizion, se e kanë frigën që kanë me dal dokumentat, herdo kur do, kanë me dal për gjykatës, se ajo ke pun ka me dal haptas një dit. Krejt dëshmi që në dhonë atje, kanë me dal, se nuk mund me majtë më sheftas ata ton jetën, një dit kanë me dal. Edhe për me lamot me shurë të gazetarët, krejt ato dëshmi që kanë qu për para, tash dalin në për televizion edhe shiten patriot të mbrojt Hashim Thaqin. Tash këqyre qfar njerës, qfar gazetar kev na, si Milajmi, si Vebi Kajtazi, Berat Buzhala, e shumë tjerë që kanë qu dosje, e kanë maru dosje, e kanë falsifiku dosje, pro që kënë edhe sot në shiten patriota. Para një 6-7 mujve, këm pas bon një video, në shta I ka një vjetë për Milajm Zezën, e kësh pas ble në 2001, në 2002, e kësh pas ble një shpi për një shkavit. Tash mu merdh shumë interesant adin, se një patriot, një luftëtar, një adhëtar I qeshtjes kombëtare për 30 vjetë që ka punu për Kosovën, edhe quhet me pare veta, shkon e blen shtëpia në shkavit, ta mërmena që nuk ka shtëpia në Kosovë, s'ka pas shtëpia në shitje në Kosovë, veç e pas ka gjetë veç qatë shka me shku me ble shtëpia në shkavit. A knena në televizor, dilke theke, unë e kam nanën e humbën, unë e kam këto, unë e kam këto, unë e kështu, unë ashtu, anina knena. I njëti patriot shkon e blen shtëpien prej shkavit. Kur e kom pa që to,
Kjo është deklaratë e tina që ka thonë me një televizion Kosovës, se s'pe tha mon e ka thonë ai vetë, me emën e me mbjemën pe kuna ka blej atfar shpije, janë intervista tina është në televizion, nuk pe tha mon e që për zbëllej dishka të reja dhe unë veç pe e përsëriti pe e kalzoj se... E kur kena që si gazetar, që si për vaqica, që si o të basha që dolina për televizion edhe malujnë patriotin, e ta natën pënojnë me udbën e me bjen e Serbijës të janë dokumentat e poshtë për pjetë, blenë shpia e banesat e lokale të shkive, e nuk i blenë shqiptarit, vetë sa është e shqiptarit nuk i blenë, sa i do me allonë parat shkavit, qaj që ja ka ase të e din, për din, prej atynet, se nuk i blenë ta për shqiptarit, edhe falë me allonë nuk i merë, këta patriotët nuk i morën për shqiptarit, se kanë gjokin e shkavit. Këta dojnë për shkavit, se më ju met një histori, më ju met një kujtim që me thonë, një shka akon, këtu na për këtë shpi ka hec, ka bon buk, ka hongër buk, që tu ka fjet shkavi, me ja kujtu ato konat e shpionazhe që i kanë buk, këta farë qena. Se për ndryshën nuk mëj me kuptu, po tash, ku të ktheshë në tjetërënon, ka njerë edhe këti Albinit do të mi qumë mesazh me thonë Albin, o burë, ose ban dishka ose leket punë krejtë burë. Në që se merë mandatin e dytë, ledhe këta qena, ledhe këta zagorë, mos i le më kanë bon si Big Brother klenë Serbia, kush quët ato i pari del e shon mërgjimtarin, e shon kërministrin, e shon Kosovën, shpionon për Kosovën, jep informacione Serbijës, krejt burë, a kem shtet, a kem prokuror, a kem gjukac, a kem najsen, që këta njerës, këta farë, o të bosha, minale burë, minale mos me dhonë hapsirë, a ndashbre në të folën e të shkru në Facebookin e vetë. E ka privat ato, mune qka do me bon, e shkru në Facebook edhe u kry puna, se është privat. Në të banë TikTok, në qëtë video, po në televizionet, televizionet janë komtare, janë të Kosovës, kësha. Po thonë që ashtu se a i klan Kosova është i Serbijës, ajo është i registrum në Serbi, klan Kosova edhe YouTube-in e kesh me adresë në Serbi. Tash, që ata kum vërtetuone që edhe YouTube-in e kesh me adresat Serbijës. Po, për që ata të kena votu Albin, që ta hajna, që ta shpjuna, që ta të basha, mi nalë burë. Ves njake nalë, ves që atë shëhollin. Që ka me bu me njake, këta keqë se shëhollen. Këta bili janë madzi, se ajo është haptas. Po këta që më shifën që shto, këta janë shumë të rrezikshëm se shëholli. Dishka do të me bon burë. Ose për mshelëm kej shtetin për thëmë, hajtë, banë kush ka danë, edhe s'ka tjetër. Nuk shkon kjo ta njetën shtu me dëru shpionat e utë bashat, me dëru 24 orë të nasha neve shqiptarve. Pse mërgata ka votu, vetë vendosin. Këta e në trunë shpërlojnë, këta lypin banë kështu, pip. Na kanë marrë në qafë. Po normal që kena marrë në qafë, se për shjetë që kena marrë në qafë, që farhajnije dul. Na, primejo kena marrë në qafë juve hajna. Se s'po mundi me vjedhë, për që ata, se jo se keni galen as të rrymës, as të ujt, as bukës, as të Kosovës, as të kërkur, jo keni probleme në veç tajnijës, për që ata jo po thani na keni marrë në qafë, ose këm ditë dhe para 2 dite kur dolen që të hajnit me vota, ato po se kushin jo. Pse na jo pas këm marrë në qafë? Se hajnije madhe. E tu kësha lut Albin, tash mandatin e dytë, gjithë shkati do të me bo, për me nalë këtë farë trendi. Jo, për ndryshe, nuk ka vota. S'muna me votu në që se të rënë qështu.
rreziko, shkarkoj, krejt, bam, shka pëdione, ti e din shka ban. Amo, këta qena du të minal, se këta janë plus, të akuzojnë Kosovën, e akuzojnë qeverien që janë kundra UÇK-s, e të njëjtit që ta qena shkojnë qojnë dosje në gjykatën e Hagës. Nuk shkojnë kështu.